Para disa dite, më dha rasti, alhamdulillah, me shku me vizitu një musliman që është në burg. Në musliman ka ndodhur përpara, ka bo gjuna, o pendu. Mi po duhet me la gjunahin. Edhe kanë shti në burg. Edhe shkova me vizitu në burg. Edhe shumë u gëzova që shkova. Wallahi, ku marrë ders në burg, që se harroj sa që më gjalla. Dëgjane me vëmenje dersin tem, që unë e ku marrë në burg. Aty në burg, kishin arë me vizitu nona, baba, motra, vllaue, ata tjerë, normalisht, të këta që i kem najshë më veç ta xhamis. Edhe ata nejtën me dashën e tyne një orë veç. Kur erë kuha më nda, që të burgosit me shku ka një derë duke me dalë, dërsa ata që ishin zirim, ka i derë tjetër me dalë. Kur fillun më nda, edhe pse e di se mas 2 javë pet kanë marrë me i patë. Dëgjone këtë me mend. Edhe pse e di se mas 2 javë kanë marrë pet me e patë. Edhe pse e di se mas 1 vete, 2 vete, 10 vete, del krejt vjen të shtëpi, edhe pse e din këta. Megjithatë, unë bush salla me lot, me vajtime, me çajtme. Wallahi kishte njerëz që ishin në burg, e kishte fëmijë 3-4 vjet për jashtë, e ngreke fëmia babën se se kemi shkuar aton. Ishte një pamje shumë rënqese, shumë trishtuese. Wallahi në atë moment më ka kujtu dita e kiametit. Më ka kujtu dita e kiametit. Ndarja përhershme mes njerëzve të dashur me vetë. Thash ta po ndan këtu, edhe pse e din se kanë më taku mas 2 javë, shikoj se haronë më dash. Apo? Edhe pse e din se kanë më taku, edhe pse e din se po shkon me flajt, mas 2 javë vjen më pet, kush se vranas, kush i bën sen. Po sa haronë ato. Çka kish me dhona ajo nom? Apo, çka kish me dhona ai bab? Që mos më shku djali ka çaj dera e burgut, po më dal ka dera li. Çka kish me dhona? Krejt kish me dhona. Apo? Vetë që ato 2 javë më shkurtuat. Apo? Para me jo më të me këtë donë Zotë Gjellë Ala. Apo? Të të farikun të nërë, një grupë në gjehnem, në burg për hershëm. As ka vizit në gjehnem. As ka lirim, as nuk ka dopsim të dënimi, s'ka kur gjë. Të farikun të gjehnem, në një grupë në gjehnem. Qka i japë për më të shku që t'japë? Qka i japë qaj që në burg? Ha? Mos me pa që ato ka kam për ta. Dhe njerës të mendojnë se dunjaja është gjithmonë. Kujtojnë se edhe kjo ndarje ka me ardhë. Wallahi, ndarja e ahiretit, që është shumë e vështirë.